Interesante në hadith është që ka dhe përshkrime fizike për dukjen e Isait alayhis salam. Ka dhe përshkrime fizike për pamjen, për dukjen e Isait alayhis salam, dhe sigurisht se kjo e ka rëndësinë e vet. Çfarë mendoni se e ka rëndësinë? Allah pejgamberi alayhis salatu wassalam ra'aytu Isa wa Musa wa Ibrahim. I kam parë Isan, Musan edhe Ibrahimin. Fa amma Isa fa ahmar ja'd arid as-sadr. E kam pa Isain ka qenë i kushërrem, që i thojmë ne petrit. Ka qenë me flok kachurrela edhe gjoksin e madh. Pra edhe në dukje në fytyrë i hershëm, edhe në kuptim të fizikut i zhvilluar. Arsyeja pse, siç do të shohim me lejen e Zotit më vonë, pse pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka përmend me këto përshkrime është që, çfarë mendoni? Haxhi Fatmer, është që ata që do të takojnë Isain alayhis salam do ta njohin në bazë të përshkrimeve. Ata që do të takojnë do ta njohin në bazë të përshkrimeve që pejgamberi alayhis salatu wassalam